Ndërsa me të veçlit, po kujdesën për mirëmbajtjen e dhëmbëve të tyre. Në Vushtrri nisi sezoni i tretë i projektit Dhëmbë të shëndosh fëmijë të lumtur. Përmes këtij projekti, fëmijë të rreth 250 institucioneve parashkollore dhe fillore në 7 komuna të Kosovës do të mësojnë për shëndetin oral. Sponsor medial është Radio Televizioni 21. Bartësit e projektit Dhëmbë të shëndosh fëmijë të lumtur vlerësojnë se mirëmbajtja e gojës dhe dhëmbëve është shqetësuese. Fëmijët kanë deri në 7 dhëmbë të prishur, prandaj informimi për higjienën orale është shumë e rëndësishme dhe duhet bërë nga gjeneratat e reja, thot Gjeladin Ujkani, drejtori i organizatës për arsim, shkencë dhe shëndetësi, Kiskos. Janë jap efektet e para të projektit, kështu që ka disa kopshte që veç kanë filluar që mas drekës brusha me pas edhe për fëmijë, edhe me pastru dhëmbët edhe gjatë kohës sa janë në qerrë, në kopshte, në institucione parashkollore. Kjo kishte më qenë mirë në një periudhë afatmesme me ndodh edhe në gjitha institucionet e arsimit fillor, po kjo shkon gradualisht edhe me kushtet me hapësirën cilën e kanë institucionet tona. Për fëmijët e kopshtit Foleja në Vushtrri, ku edhe nisi zbatimi i projektit nëpër komuna, Dhëmbë të shëndosh fëmijë të lumtur, organizatorët ndahen nga një mollë dhe një furçë dhëmbësh. I ke dhëmbët e shëndetshëm apo ke ndonjë? Unë i kam si oriz. Si oriz, a mund t'i shohim një dhëmbët si oriz që i ke? Nëse do ta pastrojmë këtë dhëmbin mirë, do t'i hiqim këto njolla që ka përreth? Po. Dhe sigurisht duhet ha ushqime të shëndetshme? Po. Që t'i mbrojmë dhëmbët mos na prishë. Po. Institucionet shkollore dhe parashkollore janë vendi i përshtatshëm jo vetëm për të mësuar, por edhe për të edukuar gjeneratat e reja për shëndetin e tyre. Ta dinë fëmijët ta bëjnë shprehi pastrimin e dhëmbëve mëngjes dhe mbrëmje. Sa janë ushqimet e shëndetshme për ta, cilat janë të dëmshme, kështu që kanë përfituar mjaft njohuri edhe për dhëmbë dhe kanë një mënyrë edukative është kjo. Projekti Dhëmbë të shëndosh fëmijë të lumtur nuk do të ishte i suksesshëm pa mbështetësit e tij. Ti është viti i tretë që na jemi në bashkëpunim në realizimin e projektit me Komitetin Ndërministror të Shkolla Promovuese të Shëndetit, gjithashtu edhe me një numër të organizatave, pa i harru këtu edhe mbështetjen mediale të Radio Televizionit 21. Ky sezon që është i treti për projektin Dhëmbë të shëndosh fëmijë të lumtur do të përfundojë në qershor të vitit 2015.